Se kënaqësia në botën tjetër është fizike dhe shpirtërore, apo. Që një prej sebepeve që unë kum pranu Islamin, tha doktor Yunusi ai hoxha, më tha që pikërisht është që në Bibël nuk flitet, nuk jepet detajet shumëta për botën tjetër. Që në Kur'an thotë unë ai kum gjetë. Moshën 16 vjeçare ka pranuar Islamin. Domethënë, në moshën ai ka qenë vizitues i kishave. Edhe subhanallahu këtë rrethin ortodoks. Hoxha Yunus. Edhe tha, më thoshte nona ortodokse, baba ortodoks. Edhe më thoshte nona, edhe tu kon ortodoks djali vet, Yunusi. Më thoshte shko në xhami, sa atje nuk të mësojnë keq. Tu kon ky ortodoks, shko në xhami, thejke. Edhe tu shku, tu bisedu me musliman, ani këni, ju ka dhezaj senzori i para, po kupton, për punën e xhennetit xhehenamit, për punën e botës tjetër. Edhe ti kur t'ishim fe islame, ki argumente, subhanallah, që të kënaqin. Edhe në Kur'an dhe në sunetin e Muhamedit a.s. Dhe që aty ka qenë, dhe më thonë, ai sinjali i parë që ky me marrë me lexu Kur'anin. Si e ka lexu Kur'anin, ka desh Allah subhanahu wa taala, ka pranuar Islamin. Pastaj, çka? Ka shkuar në Medinë. Allahu akbar, ka shkuar në Medinë. Ju kum thonë çdo herë, vllazni, a shihni, nëse një besimtar në fojza i krishter është i sinqert me librin e vet, me Injil, me Biblën e vet. Allah subhanahu wa taala nuk e humb me lenin Allah azza wa jall, ja mundson që me pranu Islamin. Edhe kështu po ndodh. Plot kemi prifta që e pranojnë Islamin. Përpos problemin e kanë për shkak të rrethit madh e din të vërtetën dhe nuk e pranojnë. Apo se është kogja është sprove madhe ti para rrethit me dalë dhe me thonë që Islami është e vërteta. Apo Islami është e vërteta. Edhe ka desht Allah subhanahu wa taala, ka shku, dhe me thonë në Medinë, ka studiu tamam fen edhe ta shtirë në Islam në mënyrën më të mirë. Me urtësi, me butësi, subhanallah, mashallah, hoxha Yunus, Allah e rujt, e forcoft, edhe na bashkov me tonë në xhennetin Allah subhanahu wa taala.